Në ditën e kushtuar e arsimtarëve, zëvendës presidenti i Sindikatës së Mësuesve Isa Halilaj thekson se është koha që shkollave të kushtohet vëmendja që duhet, duke cilësuar prioritet kombëtar, thekson se duhen rritur fondet për arsimin dhe të rishikohen pagat. Arsimi në Shqipëri në këtë periudhë tranzicioni nuk është vlerësuar dhe ne kemi kërkuar vazhdimisht që mësuesi të vlerësohet edhe ekonomikisht edhe moralisht figura e tij. Se sot është vetëm 2.4% e GDP-s buxheti për arsimin, ne kemi kërkuar që ta kemi aq sa kanë vendet e Bashkimit Evropian 5% të GDP-s, një arsim cilësor, kushte të mira pune. Emigracioni i lartë ka bërë që numri i nxënësve të ulet, por ka një rritje të ngarkesës për mësuesit, kjo pas zbatimit të formulës së klasave kolektive apo shkollat e bashkuara. Kemi lëvizje të nxënësve drejt kryeqytetit dhe qyteteve të ndryshme të Shqipërisë, por vitet e fundit edhe këtu kemi rënje të numrit të nxënësve dhe nuk kemi një strategji të qartë për arsimin. Halili shton se vështirësitë sjellin cilësi të ulët të mësimdhënies. Duhet një ndërhyrje, duhet një buxhet urgjentisht, duhet një pak kombëtar nga gjitha forcat politike dhe një reformë e thellë përperëndimore. Nuk mund të ecim më me një arsim të arnuar. Ne nuk kemi nevojë që të shpikim, vendet perëndimore i kanë të qarta këto gjëra dhe ne vetëm do të marrim modelet më të mira. Në këtë kuadër, Sindikata e Mësuesve kërkon një angazhim të vazhdueshëm për të rritur cilësinë e arsimit dhe për të siguruar që çdo nxënës të ketë mundësinë për një arsim sa më cilësor.